Fillimisht si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve përgjatë sesionit të sotëm i parafundit për këtë javë dhe bie në sy një rritje e lekët e dollarit amerikan, një rikuperim pas humbjeve që monedha amerikane ka realizuar të paktën përgjatë kësaj jave, por gjithashtu edhe përgjatë javës kaluar, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në tregje ndërkombëtare. Në sesionin e sotëm vjet re një korektim i vlerës dollarit amerikan që ka transmetuar efekte edhe në tregjet e tjera, kryesisht ato tregje që janë të denominuara në monedhën e gjelbërt. Fillimisht në tregun e brendshëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98, dollari blihet me 91 dhe shitet me 92.2 lekë. Ndërkohë, jo më larg se ditën e dieshme, dollari tregtohej në rreth 90.5 lekë në blerje. Euro vjon të jetë e pandryshuar, por megjithatë më herët gjatë kësaj jave euro fitoi disa qindarka në raport me lekun, duke ju afruar më shumë nivelit të 100 lekëve monedha europiane. Blihet me 99 dhe shitet me 99.7 lekë. Franka zvicerane është rritur lekët vetëm në blerje ku kuotohet në 102.8, ndërsa në shitje kuotohet në 104 lekë. Paundi britanik blihet me 117.5 dhe shitet me 118.8 lekë, në rritje si në blerje ashtu edhe në shitje. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedha është e pandryshuar, blihet me 63 dhe shitet me 65 lekë, ndërkohë dollari australian blihet me 56.8 dhe shitet me 58.1 lekë. Në ecurinë e jenit japonez, sërish kemi të bëjmë me një qëndrueshmëri, jeni blihet me 0.6 dhe shitet me 0.63 lekë, ndërkohë lira turke blihet me 2.41 dhe shitet me 2.54 lekë. Në ecurinë e denarit maqedonas, vjet re një rënje lekë në blerje, kjo monedhë kuotohet në 1.55 lekë, ndërsa shitet me 1.62 lekë. Për sa i përket rublës ruse, tendenca është në rënje të lekët, rubla blihet me 0.79 dhe shitet me 1 lekë dhe së fundmi për sa i përket juanit kinez, kjo monedhë nuk ka ndryshuar në mëngjesin e sotëm në raport me lekun, blihet me 11.45 dhe shitet me 12.71 lekë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor sipas Iliria 98, ndërkohë në tregje ndërkombëtare, sikurse e tham, dollari ka fituar disa pikë përballë monedhave kryesore ndërkombëtare dhe arsyeja kryesore është raporti mbi inflacionin i publikuar ditën e djeshme. Inflacioni në ekonominë më të madhe në botë u ngadalësua në nivelin e 2.8% për gjatë muajit kaluar, pavarësisht shqetësimeve dhe frikës për shpërthimin e një lufte tregtare mes ekonomive më të mëdha të botës, kryesisht mes Shteteve të Bashkuara dhe atyre që tradicionalisht kanë qenë aleat. Vendosja e tarifave do të thotë çmime më të larta në SBA, përjedhoi një inflacion më të lartë, por megjithatë, deri më tani nuk janë aplikuar në mas tarifa, kryesisht ndaj Kanadas dhe Meksikës, u vendosën tarifat, u anulluan më pas, u anulluan një pjesë prej tyre dhe sikurse e konfirmoi edhe administrata amerikane, inflacioni ka pasur një tendencë në rënje dhe të paktën deri në fund të shkurtit nuk është ndikuar nga ky shqetësim në lidhje me vendosjen e tarifave, por megjithatë, nëse do të ketë një vendosje të tarifave ndaj produkteve që importohen në SBA, atëherë inflacioni në ekonominë më të madhe në botë do të jetë shumë i lartë. Dollari ka fituar terren edhe në sesionin e sotëm, duke zgjeruar në këtë mënyrë fitimet realizuara ditën e djeshme dhe monedha europiane nga rreth 1.0915 dollar që tregtohej ditën e djeshme në sesionin europian ka zbritur aktualisht në 1.0877 dollar, ka humbur 0.08% të vlerës, ndërsa paundi britanik është në rënje me 0.02%, këmbehet me 1.2958 dollar përballë frankës, dollari ka humbur 0.07% të vlerës, këmbehet me 0.812 franka, dollari australian është në rënje me 0.24%, këmbehet me 0.6290 dollar, dollari kanadez ka humbur 0.14% të vlerës, këmbehet me 0.6949 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.31% të vlerës, kuotohet në 147.79 yen mesatarisht, sepse jeni është preferuar për gjatë kësaj periudhe nga investitorët si një aset i sigurt për shkak të paqartësive në lidhje me luftën tregtare apo politikat proteksioniste që po ndjek shtëpia e bardhë deri më tani. Njëkohësisht ka pasur zhvillime edhe për sa i përket kërcënimeve të Donald Trump në lidhje me produktet që importohen nga Bashkimi Evropian. Unioni
ka reaguar duke njoftuar tarifa ndaj 26 miliard euro produkte, por me njerë pas kësaj deklarate, Donald Trump ka njoftuar vendosjen e tarifave të tjera ndaj produkteve që importojnë në SBA nga Europa. Në këtë mënyrë, ky ishte episodi i fundit për vendosjen e tarifave ndaj shumë vendeve nga administrata amerikane. Për sa i përket curisë të tregut të kriptomonedhave, duket se të paktën Bitcoin po gjen një stabilitet në intervalin nga 82.000 deri në 83.000 dolar dje dhe sot, është tregtuar pak a shumë në këto nivele, duke shmangur luatshmërinë e javëve të fundit. Aktualisht Bitcoin kuotohet në 82.799.43 dolar në rënje me 0.21%. Ethereum ka rënë me 1.38% vlerës, kuotohet në 1.866 dolar. Ripple ka humbur 0.2%, kuotohet në 2.2260 dolar. Litecoin është në rënje me 3.03%, kuotohet në 88.76 dolar dhe Bitcoin Cash realizon humbjet më të mëdha në rënje me 6.81% dhe kuotohet në 332.18 dolar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Do të kalojmë edhe në tregun e naftës, ku benchmarkët kryesor po shfaqen të qëndrueshëm me një tendencë në rritje të lehtë për gjatë ditës së sotme. Megjithatë, nafta Brent ka fituar ditën e djeshme rreth 2% apo $1 të plot, duke u ngjitur mbi nivelin e $71. Janë pikërisht shqetësimet që kanë të bëjnë me tarifat ose intensifikimin e luftës tregtare që kanë ushtruar një presion mbi tregun e naftës për gjatë javëve të fundit, por ditën e sotme rënja rezervave në SBA për gjatë sesionit kaluar ka ofruar një mbështetje për çmimet. Menjëherë pas publikimit të këtij raporti, çmimet u rritën me rreth 2% për gjatë sesionit kaluar. Aktualisht Brent i Londrës tregtohet në $71.08 për fuqi, në rritje të lehtë me 0.18%. Nafta bruto amerikane ka fituar 0.15% të vlerës, tregtohet në $67.78 dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rritje po me 0.15% dhe tregtohet në $657.13 për ton. Kjo kontratë është mjaft e rëndësishme edhe për ecurinë e çmimeve të shitjes me pakicë në vendin tonë, sepse merret si një referencë nga importuesit e hidrokarbureve, të cilët më pas shtojnë kostot e transportit, taksat dhe tarifat, akcizën dhe më pas nxjerrin çmimin final. Në tregun e metaleve të çmuara, tregu është kthyer në rënje të lehtë në sesionin e sotëm, por megjithatë ari vjen të qëndrojë në rritje, duke ju afruar akoma më shumë nivelit më të lartë në histori, prej $2.995 është rreth $40, larg këtij niveli kuotohet në $2.954.6 për oncë, në rritje me 0.26%. Metali verdh preferohet në periudhat të trazirave, tensioneve gjeopolitikeve apo kërcënimeve për një recesion të mundshëm, dhe përjedhoi është preferuar nga ana e investitorëve për të mbrojtur ndaj këtyre luhatjeve. Argjendi tregtohet në $33.59 në rënje me 0.45%, ndërsa platini realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 1.4% dhe tregtohet në $981.9 për oncë. Në anën tjetër, për sa i përket ecurisë së tregut të aksioneve, bursat europiane po qëndrojnë në rënje për gjatë ditës së sotme, ndërkohë investitorët po presin një tjetër raport të rëndësishëm në SBA, indeksi i çmimeve të prodhimit, që mund të japë një panoramë më të qartë në lidhje me ecurinë e çmimeve në fabrika, por njëkohësisht mund të qartësojë akoma më shumë rrugën që do ndjek Rezerva Federale për sa i përket normave të interesit. Vetëm FTSE 100 i Londrës është rritur lehtë me 0.07%, të gjitha indekset e tjera janë rënje. DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit kanë humbur 0.64 dhe 0.41%, indeksi i Zuriut SMI dhe FTSE MIB i Milanos kanë rënë me 0.11 dhe 0.86% respektivisht. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street, Dow Jones ka rënë me 0.2%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur me 1.2 dhe 1.22 dhe 0.49%, duke i dhënë fund 4 sesioneve me radhë vetëm në rënje. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Hannover Rüegg është rritur me 1.29%, ndërsa Rheinmetall, Deutsche Telekom, Covestro dhe RWE
janë rritur nga 0,32 deri në 1,15%. Në kompanitë që realizojnë humbje, Daimler Truck ka rënë me 9%, Infineon, Brenntag, Volkswagen dhe Mercedes-Benz kanë humbur nga 2,15 deri në 3,24%. Kompanitë e prodhimit automjeteve realizojnë humbjet më të mëdha pikërisht për shkak të frikës për vendosjen e tarifave nga administrata amerikane ndaj produkteve që importohen nga Europa drejt Shteteve të Bashkuara. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë moment.